Detaje nga vrasja e 14 vjeçares në Napoli, autori nuk më përqafoi e godita me gur në kokë. Të tjera detaje të rënda kanë dalë në dritë lidhur me vrasjen makabre të 14 vjeçares Martina Carbonaro, e cila u vra në 26 maj në Afragola pranë Napolit nga ish i dashuri saj Alessio Tucci, 18 vjeç. Gjatë seancës dëgjimore për vërtetimin e arrestimit mbajtur në burgun Poggjerale, i riu ka rrëfyer krimin dhe momentin e tij të tmerrshëm. Sipas avokatit mbrojtës Mario Mangazo, Tucci ka deklaruar para gjykatës se gjithçka ndodhi pasi Martina refuzoi përpjekjen e tij për ta përqafuar. Dy të rinj kishin hyrë në një shtëpi të braktisur në një fermë pranë stadiumit Mokia, vend që frekuentonin gjatë lidhjes së tyre. Pasi ajo e refuzoi përqafimin, Tucci e goditi me gur në kokë, ndërsa ajo ishte kthyer me shpinë. Ai e goditi fillimisht një herë dhe më pas disa herë të tjera me të njëjtin gur, deklaroi avokati. Kur kuptoi se ajo nuk po reagonte më, e mbuloi trupin e saj me mobilja dhe e fshehu në një dollap në dhomën e rënuar, ku më vonë u gjet pa shenja jete. Tucci, i cili ndodhet aktualisht në një zonë të mbrojtur brenda burgut, sipas avokatit të tij, është në gjendje të rënduar emocionale. Më tha se është shumë i lodhur, nuk mund të flej dhe ka vështirësi të mëdha në menaxhimin e jetës së tij të përditshme. Aktualisht është më i qetë pas transferimit në një repart tjetër, por i kërkuam gjykatës që ai të zhvendoset në një strukturë tjetër për arsye sigurie, shtoi avokati. Në fund të seancës, 18 vjeçari ka shprehur keqardhje për veprimin e tij dhe ka kërkuar falje familjes së viktimës. Ai kërkoi ndjes për ato që ndodhi dhe tha: "Në atë moment nuk kisha unë. Ishte një shpërthim xhelozie dhe zemërimi." Ai ofroi faljet e tij familjes Martinës dhe prindërve të saj, raportoi më tej avokati. Seanca dëgjimore zgjati rreth një orë dhe gjykatësi hetues ende nuk ka dhënë vendimin përfundimtar mbi vlefshmërinë e arrestimit dhe masën paraprake që do të aplikohet ndaj të riut. Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Itali e megjerë, duke rikthyer në vëmendje dhunën e rritje ndaj vajzave të reja dhe nevojën për edukim, ndërgjegjësim dhe ndërhyrje më të ershme për të parandaluar tragjedi të tilla.